Ha? Ku të rancë? Bravo Armend Zemaj. Jo për grushtin, unë jam kundër dhunës fizike, ama për që përgatitja fizike e Armendit ishte superlative. Me një goditje klasike, Allah Muhammed Ali e neutralizoi kundërshtarin. Në fakt, këtë rast provokatorin. Miq Albin Kurti është sikur ky mërgjimtari. Krejt këta të vetë vendosës janë si ky mërgjimtari. Po heshte, këta besojnë që ta kanë marrë zemrën të sulmojnë. Po ju ndale si Armend Zemaj, Allah Muhammed Ali, këta i lagin pantallonat. E pikrisht ky është grushti politik me që opozita kurse ka jep Albin Kurtit. Jo me dorë, thash, unë jam kundër dhunës, por me protesta agresive me ide, me debat, me presion demokratik. E ky grusht kur nuk ka ardhur nga opozita. Sepse Dada Roz, me Evli Krasniqi, është një frigacak i ngurt. Urani Ismaili është një pakurizor me pak stil, ndërsa ky Lumir Abdigjiku është një dështak i rafinuar. Që të tre këta janë pa gjak në venat e tyre politike. Të tret janë frigacak elegant në pasivitet, kisha me thonë. Dhe kjo është pikrisht arsyeja, pse këta të vetëvendosës i ka mësuar Albin Kurti me ju marrë gjym njerëzve, një në kuvend e tash rrugëve, sepse kanë po që askush s'po reagon. Po ja që Armendi sot bum bum. E duke mos jep grusht politik me që Albin Kurtit, po shteti ti na kemi pash stërgjat. Edhe pa kundërpesh në opozitë është bo një monolog në një teatr bosh, e kjo monolog dihet kush e bën në Albin Kurti. Opozita do të me qenë që godet me forcë politike, që të rëndit sistemin e pushtetit, me zë, me kauz, me zemrim qytetar, me masa presionit demokratik, jo me deklarata sterile dhe me statusa me EMI. Po këtë lloj opozite fatkesish se ka po kur askush nga këta që kemi sot në krye të PDK-s dhe të LDK-s. Ne kemi po, me Evli Krasniqi duket më shumë si një moderator se sa një opozitor politik. Gjithmonë i kujdesshëm mos po ja prish grimën e kompromisit ose mos po ja prish kurtit. Urani Ismaili, ky mshtim e kesh, çfarë aksidenti jashtëzakonshëm politik. I rafinuar, pa voltazh, më shumë si menaxher i marketingut në një klinike private se sa një opozitor që e sfidon pushtetin. Lumir Abdigjiku është opozit me trup, por është vetë eleganca e frigës që quhet politik e heshtëm. Pro miq, këta nuk janë opozitor, janë neutral që paguhen nga kuvendi. Në vend që ta godasin Kurtin, ata përkulin në pritet në një pazarit të ardhshëm me të. E kështu simbolika grushtit Armend Zemajt do të më bo metafor për nevojën e një trënditje politike. Kemi nevoja, sepse demokracia mish nuk marrët me dur në gjep, por me opozit që di me godit, me ide, me presion publik, me protesta. Një opozit që s'ka fri nga grushtit debatit, por e jep vetë grushtin simbolik të ndryshimit. E ky vend ka nevojë për një opozit performative, reaktive, transformuese, e jo për figurina si këta tre që luajnë rolin e rivalit pa e kundërshtuar realisht Kurtin. Sepse në politika ai që nuk godet pushtetin bëhet pjesë e tij. Dhe a keni pa çish po e lusin tash PDK në fushë Kosovë e LDK në vështri. Këtë fund respekt për kolegun tim Armend Zemaj. Kur ta shon një kafë Armend, jo për dhunën fizike, por për aftësitë e hatashme të vendmbrojtjes. Unë i kam 50 vjet, unë shtroj çdo 2 ditë fitness, edhe çdo 2 ditë i vrapoj ka 15 kilometra për me mirëmbajt shëndetin. Po nga situata Armendit tash po shoh që kjo mund të na hyjë në funksion edhe në nivel të detyrës. Zot runa. Vikend të këndshëm.